Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Qeverisë, në media kanë qarkulluar lajmet se ka patur një sherrë mes kryeministrit Edi Rama dhe deputetit Erion Braçe. Pas këtyre zërave, Braçe ka bërë me dije se nuk e ka nxjerrë njëri nga mbledhja, por ka ikur vetë se nuk kishte më se çfarë të dëgjonte. Sipas Braçes, ata që kanë nxjerrë fjalët nga mbledhja kanë bërë një vrasje me porosi në politikë. Kjo është njësoj si teknologjia e vezës. Asaj vezës që me të cilën qollohen deputet pas një shkak. Zero, madje pa i njohur fare. Pa ju ditur dhe emrin, një pjesë e rëndësishme. Por patjetër që është në të njëjtën linjë, synon thjesht dhe vetëm linçimin edhe poshtërinë. Prandaj është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloja të flisja në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se me thënë drejtën kishte më shumë se sa deputet në sallë, që mos nxirrnin për jashtë asgjë nga ato që unë do të thosha aty, dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që lexoni. Edhe e transformuar natyrisht. Tani me që dje u mor një angazhim për të bërë shembull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shtëpisë për të vrarë politikisht tjetrin atje ma tanë, unë mezi pres që të mbahet fjala, pra të bëhet shembulli. Në mungesë të tij do më duhet pastaj që të mendoj një gjë tjetër. Në anën tjetër. Mua nuk më kanë nxjerrë kërkush dje përjashta nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. S'ka se si, nuk ka. Unë jam ulur pasi nuk kam pasur më çfarë të them. Kam dalë jashtë, vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Braçe theksoi se mbledhjet regjistrohen të gjitha dhe se ai mund t'i dokumentojë fjalët e tij. Reagimi i Braçes vjen pas zërave se ka pasur një debat mes tij dhe kreut të qeverisë gjatë mbledhjes me socialistët.